Juwairije bintu Harith, nana e besimtarve, është ul një herë pasi që ka falë sabahin, është ul me bë dhikr, me përmend Allahun Azza wa Jall. E Rasulullah a.s. ka dalë për shtëpis e është kthy shumë ma vonë, pasi që veç është ngrit dielli. E kur u kthy e ka pa hala në qatë gjendje, e ka pa që ashtu ullën të bë dhikr. I ka thonë, a halaje duke përmend Allahun, halaje në qatë gjendje? Ka thonë, po, halajem të përmend Allahun ja Rasulullah. I ka thonë Rasulullah a.s. unë i kom thonë pas teje 4 fjalë 3 herë. E në qofë se i thu këto 4 fjalë 3 herë, e baras peshon ato që ka thonë ti prej pasi që ke falë sabahin deri tash, edhe pse janë 4 fjalë, 3 herë mi thonë. Nashta për ka kohat me shumë a pak, ama për ka vlera janë shumë dhaja. Tëni ka thonë Muhammed a.s. me thonë, Subhanallah adede khalqi, wa rida nefsi, wa zinet arshi, wa midade kelimati. Thu 4 fjalë i thu 3 herë, Subhanallah adede khalqi, wa rida nefsi, wa zinet arshi, wa midade kelimati. Një herë, Subhanallah adede khalqi, wa rida nefsi, wa zinet arshi, wa midade kelimati. Veç i tham tash 3 herë. Por ka përkthimi, Subhanallah, do me thanë, i patmeta është Allahu Azza wa Jall, i lartësum, gjithë shka lëviz me kodretin e tina, me fuqin e tina, me vullnetin e tina, Subhanahu wa ta'ala. Ama thu, Subhanallah adede khalqi, Subhanallah, aqë sa është numri i krijesave tina, do me thanë, në vend që me thanë njëherë Subhanallah, thu Subhanallah sa është numri i krijesave të Allahut Azza wa Jall. E vetëm Allahu Azza wa Jall e din se sa është numri i krijesave tina. Duke fillu për krijesave të tokës, prej melaike, prej atyne krijesave që i dim e si dim, kur thu Subhanallah adede khalqi, jetë thanë, jëm të dasht me thanë Subhanallah sa ki krijesa ti ja Rabbal Alamin, wa rida nefsi, jëm të dasht me thanë Subhanallah aq sa ka gjana me të cilat ti i knaqën, e njerëz me të cilat ti i knaqën, wa zinet arshi, e jëm të dasht me thanë, e po thamë Subhanallah aq sa ka zbukurime fronijët, arshijët Subhanahu wa ta'ala, wa midade kelimati, edhe jëm të thanë Subhanallah aq sa është numri i fjalëve tua. Thot Allahu Azza wa Jall, thuj në qofë se lisat bëhen lapsa, edhe detrat bëhen ngjyrë, e fillojnë me këto me i shkru fjalët e Allahut Azza wa Jall, nuk përfundojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall. Çaq është numri i madh i fjalëve, i caktimeve të Allahut Subhanahu wa ta'ala. E kur thash këta, është sikur kur i thua Allahut Azza wa Jall, unë po them Subhanallah, aq sa është numri i fjalëve tua. Shif sa përkujtimi i madh është kë, e lutem Allahun Azza wa Jall me alëtsu muslimanëve.